Për 2 ditë në qytetin e Dibrës në organizim të qendrës për persona me aftësi të kufizuar poraka me temën barazia dhe përfshirja sociale përmes prindërve pozitiv, u mbajt takime prindër të cilët kanë fëmijë me sëmundjen e autizmit. Qëllimi i këtij takimi është që të ndihmohet prindërve që të kuptojnë fëmijën me gjendjen dhe specifikat e tij, tha profesori universitar Vladimir Trajkovski. Целта на оваа обука е да се едуцираат, да се образуваат родителите. Në këtë trajnim janë përfshi 6 punëtori ku prindët mund të marrin mjaft këshilla praktike. Personat me autizëm nuk janë të integruar sa duhet në shoqëri, ka mjaft probleme sistematike. Në qytetin e Dibrës 10 fëmijë janë të evidentuar me sëmundjen e autizmit, por pasi prindërit ngurojnë të paraqesin sëmundjen e fëmijës së tyre, mendohet se numri është më i madh. Në fund, kryetari i Shoqatës Shkencore Maqedonase për Autizëm, Vladimir Trajkovski, tha se shteti duhet të bëjë më shumë kujdes për personat me autizëm.